Partia Socialiste premton që të ardhurat për frym do t'i ketë 15.000 euro. Pagën mesatare 1.200 euro, pagën minimale 500 euro. Prodhimi i brendshëm bruto do rritet në fund të 4 vjetëve, në qoftë se do kemi sërish një qeveri socialiste, nga 25 miliard që është aktualisht në 35 miliard euro. Pensioni mesatar do jetë 400 euro, ndërkohë që premtojnë një pension minimal 200 euro. Në fushën e arsimit premtojnë që mësuesët do kenë paga mesatare 1.250 euro, ndërkohë që premtojnë dhe investimet duke shtuar 200 shkolla të reja. Në shëndetësi, pagat e mjekëve do shkojnë tek 2.000 euro, premton Edi Rama, ndërkohë për infermierët 8.500 euro. Ndërkohë i është rikthyer ati premtimit që ka bërë 12 vjetë më parë për 24 orë ujë në të 16 zonat urbane të mbetura, nga të cilat 11 janë në kantier, sot që flasim, dhe 37 zona rurale. Janë fizibël, janë të bëshme, zoti Gjokutaj? Mendoj që nga ajo çfarë kemi matur deri tani dhe do ta bëjmë publike, janë të zbatueshme deri në masën 70-75%. Pra, si premtime. Pastaj në realizueshmërinë e tyre, në momentin që ato kalojnë në program qeverisësh, natyrisht që kjo përqindje bie edhe më poshtë. Të mos harrojmë një gjë, të ardhurat për frym, marrim disa indekse që ti tregoj më mirë, kanë të bëjnë me një rritje ekonomike mesatare 4,5 deri në 5% në vit. Në fakt është një përsëritje e premtimit, pasi të njëjtën gjë Partia Socialiste premtoi edhe në vitin